Presidenti Rugova e bëri bashk gjithë popullin e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci. Kauzë kjo që është akoma e gjallë dhe është jetësuar për shkak të sakrificës së madhe të popullit tonë. Falenderoj shumë presidentin Osmani për këtë ceremoni që realizoj për nderin e presidentit historik të Kosovës, presidentit Rugova. Një merit i jashtëzakonshëm gjithashtu i takon presidentit Rugova për ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare. Marr parasysh se asë kohë pak kush dinte ku ndodhej Kosova dhe për problemet që ballafaqoheshin. Mbetet shqiptari më i madh i gjitha kohërave dhe si i tillë na obligon dhe sot sillemi me dinitet, me maturi dhe me përkushtim të madh para dhejën tonë. Faleminderit edhe një herë për punën e mirë që po bëni në trashëgiminë e presidentit Rugova në LDK dhe për të mirën e Kosovës dhe për të vazhduar miqësinë e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkinë Evropiane.